Në Muzeun e Mitrovicës po qëndron e hapur ekspozita Një jetë në Gajtan e kuratorës Nora Prekazi, njëherësh edhe drejtorishe këtij muzeu. Në këtë sallë janë të ekspozuara veshje interesante që me përkushtim të saj dhe etnologëve të tjera kanë shpalosur identitetet të pasura të trashëgimisë etnokulturore. Arsyeja pse kemi quajtur Një jetë në Gajtan flet për gajtanin e tekstilit, i cili është pjesë përbërëse e gjithë këtyre veshjeve sepërmet cilat janë në ekspozitë. Sigurisht për dëgjoni edhe një zhurmë. Këtu e kemi digitalizuar edhe një zonjë e cila është zonja e vetme në qytet e cila akoma e prodhon gajtanin tradicional. Po flasim për zonjën Hysnie Thaqi, e cila ka ardhur ta demonstrojë dhe është xhiru, domethënë në prodhimin e një fije të gajtanit. Këtë ekspozitë e kam kuruar vetë me që jam në fushë, do me thonë është ekspozitë etnologjike, dhe një herit kam pas mundësi të bashkëpunoj edhe me 3 etnologë tjera, të cilat janë zonja Drita Satovci, zonja Lumije Kadriu dhe zonja Zanita Halimi, të cilat kanë folë për qasje të ndryshme antropologjike të veshjeve. Veshjet janë të ndryshme, të cilat tregojnë diversitet kulturor, tradicional dhe fetar të këtij rajoni. Pra, kemi veshjet ku gajtani e flet mënyrën e jetesës së një personi pa fjalë. Pra, tregon gjinim, tregon statusin social, tregon fen, tregon përkatësinë etnike e kështu me radhë. Pra, gajtani është një demonstrues shumë i madh i asaj se kush është një individ. Edhe këtu në këtë koleksionin tonë kemi veshje grash, burrash, fëmijësh, kemi veshje shqiptare, gorane, bosnjake, sërbe, si dhe qytetare, fshatare, shqiptare, muslimane dhe katolike, do me thonë dhe ortodokse. Pra është një farë ngërthyrje e një diversitetit madh kulturor që e personifikon Mitrovicën si një prej identiteteve kyçe të këtij qyteti që ka lind nga Trepça. Të gjitha këto veshje janë të zgjedhura me kujdes dhe janë të 2 shekujve të kaluar. Veshjet janë kryesisht shekulli 19 dhe fillet e para të shekullit 20, rrallë janë shekullit 18, po këtu është një koleksion i përzgjedhur, ne keni parasysh se ne kemi akoma më tepër se kaq, po për çështje kuratoriale janë përzgjedh këto. Dhe çka përmban ky koleksion? Ky koleksion përmban veshje sipërme, kemi jelek të ndryshëm, mintane, xhamadane, anteri, dollame e kështu me radhë. Po që është shumë interesant, është që për shembull ka shumë dallim se si janë duk këto robe në qytet, ku ka pas ndikim Osman, pra atëherë shohim ndikimin në ngjyrës arit, argjendit, tjetër lloj teknike të gajtanit, për dallim me fshat. Fshati ka gajtanin të dekoruar me ruaza të ndryshme, me ngjyra të ndryshme, mandej gajtani është me prodhime të tekstileve të shtëpisë, si të leshta e kështu me radhë, po është një ditar ekspozues pa fjalë dhe kjo ka qenë arsyeja pse ne kemi dashur me kuru kështu. Drejtoresha Prekazi shton se në kuadër të kësaj ekspozite kanë themeluar edhe grupin edukativ të ashtu quajtur Vegza, me të cilin kanë pasur ekspozita edhe jashtë Kosovës. Po ashtu, do me thonë si program edukativ i kësaj ekspozite, kemi themelu grupin e thurjes Vegza, që është një grup që po e kthen artezanatin e thurjes, dhe për rastin tonë të bukur, vitin e kaluar kjo ekspozit është përpasuar në Japoni, në Osaka, ku e kemi përpasu shtetin e Kosovës me veshjet të Muzeut Mitrovicës dhe me teknikën se si punohet gajtani dhe me 2 punëtori përballë popullatës japoneze që ka zgjuar shumë kurreshtje sepse dhe ata e kanë një teknikë shumë të ngjashme të punimit të gajtanit. Pra kemi grupin e thurjes, të cilat e kanë thurur këtë murin prapa meje, ku punohet me grep, edhe jemi duke dokumentu qezin. Pastaj kemi pas punëturime vizate me fëmijë të grup moshave të vogla, ku kemi pas një bashkëpunim me shumë shkolla, të cilat mundeni mi pa, pra ka qenë Shrem Çabej si shkollë, Anton Zakuqajupi, Abdullah Shabani, Ismail Qemajli, Kosovo Leadership Academy, Migjeni, por edhe me organizatën Down Syndrome Mitrovica. Ky muze që është i pasur me eksponate prodhon program me aktivitete të ndryshme në të cilin si të rinjt, ashtu edhe të rriturit, mësojnë për identitetet kulturore, por edhe për historinë urbane, thot Prekazi. Qëllimi është që të kuptohet që muzeu nuk është vetëm një vend ku shkon një herë në vit, ose një herë në jetë, po duhet shkohet vazhdueshëm, sepse i takon gjithë komunitetit. Pra,
ne prodhojmë program edukativ që ta lidhim komunitetin me institucionin, ku përmes muzeut i mëson historinë urbane të shtetit, mëson identitetet të cilat janë gëdhend në për periudha ndryshme kohore, po ke edhe rekreacion. Do me thonë, duke pa historinë dhe artefaktet, mundesh edhe me prodhu. Pos veshjeve në një sallë të muzeut janë të ekspozuara edhe mozaik me punime nga nxënësit e shkollave të Mitrovicës. Ndërkaq në sallën e dytë të ekspozitës mozaik, shohim edhe punime të nxënësve të shkollës e Shrem Qabej, këta janë nxënës më të mëdhej, cilët janë inspiruar nga koleksioni jonë i arkeologjisë, po flasim për këtë koleksion këtu. Pastaj kemi vizatime të ndryshme nga këto shkolla, të cilët kanë prodhu, domethënë, të inspiruar nga ekspozita Një jetë në Gajtan, edhe këtë murin përballë meje që është një mur mjaft i bukur, i punuar nga nxënësit e shkollës e Shrem Qabej, me një kështu rafinesë estetike, themi, ku është puna me nxënës mandaj që kanë punuar me tekstil. Por kjo është ekspozita, e cila është ekspozita mozaik me praktika komunitare. Kjo ekspozitë edhe të tjera që tregojnë shumë për Mitrovicën, do t'jenë të hapura për publikun, duke ftuar të gjithë të vizitojnë këtë rrugtim përmes fijeve të Gajtanit që rrëfejnë historinë dhe kulturën e pasur të rajonit tonë.